Sardenja është gjunjëzuar nga koha e keqe dhe nga përmbytjet, ndërkohë që ka shkuar në 17 numri i viktimave dhe me 10 persona konsiderohen të zhdukur në ishull. Zonat më të prekura janë ato të Oristanos dhe Olbjes. Kryeministri italian Enrico Letta ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme duke folur për një tragjedi kombëtare. Letta njoftoi se 20 milion euro do të ndahen menjëherë për të rritur përpjekjet e ndihmës. Autoritetet thonë se bilanci mund të rëndohet edhe më tepër, ndërsa përpjekjet për shpëtim kanë vazhduar edhe gjatë natës. Viktima e parë ka qenë një grua e moshës 64 vjeçare, Vanina Figus, e gjetur pa jetë në shtëpinë e saj të përmbytur në Uras, një nga qendrat më të goditura nga moti i keq. I shoqi është gjetur gjallë dhe është dërguar për në spitalin San Martino të Oristanos në hipotermi. Një tjetër grua, një e moshuar 90 vjeç, është gjetur e vdekur në shtëpinë e saj të përmbytur në Torpe. Një agent policie ka vdekur për shkak të shëmbjes së një ure në Dorgali Nurseze, ndërsa 6 viktimat e tjera janë në zonën e Galluras. Në Olbia kanë vdekur në Nebi, të gjetura brenda një makine smart e përmbysur për shkak të vërshimit të ujrave në zonë. Viktima tjetër është sërish një e moshuar e cila ka ndërruar jetë në vend banimin e saj në rrugën Lazio. 3 të vdekur dhe një aksident rrugor të shkaktuar nga rënja e një ure në zonën e Montepinos. Shërbimi meteorologjik parashikon rreshje gjatë gjithë ditës në pjesën më të madhe të vendit.